Përshëndetje, po këroj një lexim universal, çfarë mesazhe do jenë në datën 1, 2, 3 dhjetor. Është lexim mistik që mund të referohet çdo personi që ka problematikat e tij, si pozitiv dhe negativ. Çfarë mesazhe do jenë këto 3 data? Shikoj këto 3 ditë, në vazhdimsi mesazh për ju është diçka që ju doni të arrini një aprovim sepse jeni në dilemë për të arritur këtë lloj aprovimi. Ka lidhje me dokumentacionin, ka lidhje me pronën tuaj dhe kjo gjë është në dilemë dhe në pikpyetje. Po gjithsesi shikoj që ju do arrini këtë lloj aprovimi, do jeni në ndjekje të ditëve në vazhdimsi për të arritur këtë lloj dokumenti. Shikoj që gjërat e ju janë si në pikpyetje. Aprovimi që ju mendoni, shkoni vetën si pas zgjidhje dhe kërkoni të zgjidhjen e problemit. Zgjidhja e situatës, kjo zgjidhje ka lidhje me pjesën e një dokumentacioni ose pjesën e një mesazhi dashurie. Kërkoni zgjidhje nga personi, kërkoni që ju të arrini të mund të bëni një udhëtim të shkurtër dhe të arrini të merrni një përfundim. Përfundimi është midis jush dhe midis tij dhe midis familjes që ju i përket. Mesazhi i tretë tek ju. Personi, identiteti mashkull është sepse është në një lloj udhëtimi për të zgjidhur një problemin e tij. Problemi i tij është sepse ka lidhje me financat dhe lidhja e financave është si pak e mërzitur në familje, sa po i përket lidhjes tuaj ose pjesa e martesës tuaj ka një lloj mendimi jo të mirë për partnerin ose për partneren tuaj. Mendon gjatë këtyre 3 ditëve të zgjidhet kjo lloj situate ose kjo lloj përgjigje që ju prisni për ta marrë këtë pjesë. Mendoni që keni një arritje edhe arritja tek ju surprizohet me një të ardhme. E ardhmja është në dorën tuaj, deri diku e ardhmja ka qenë disa ditë ndaluar ose disa kohë e ndaluar e pezmatuar. Ju do e provoni fatin tuaj ose shanse në vazhdimsi. Shikoj që keni një shans, mund të aprovoni një bilet lotarie ose ju vjen një diçka e bukur në dorën tuaj dhe ju duhet bëni një lëvizje e papritur, lëvizja tek ju, sepse nëse ju e bëni të lëvizje, ju keni një përparësi në vetvete dhe në ato kohë që u bëni lëvizjen, tek ju ndikon diçka e mirë, një energji pozitive ose përfundimi i diskutimit ose i punës tuaj. Një personi i dytë tek jeta juaj ose diçka që ka lidhje me ju është në dilemë dhe është person që gjërat i tij ndalon me dorën e tij dhe me frymën e tij dhe me pasqyrën e shpirtit. Është person negativ, nuk do që të jetë çdo gjë në dorën tuaj ose përparësia juaj të ketë avancimin e duhur. Nuk do që ju keni arritje në financa dhe në para. Shikoj që personi i tretë është në pikpyetje dhe në dilemë për arsyet tek ju mund të ndalojë dokumentacioni, një pasurie ose një lloj finalizimi tek ju ose diçka tjetër që ka lidhje me një lloj kontratë pune. Kontrata punës ka lidhje me biznesin e tyre ose me biznesin tuaj. Sa përket personit mashkull ose ju vet, shikoj që brenda 7 ditëve ju siguroni një të ardhmen tuaj. Keni lënë pezull 2 diskutime dhe këto 2 diskutime tek ju kanë arritje dhe kanë prosperitet të vazhdueshëm. Ju që keni lënë diçka me pikpyetje dhe ju gjeni zgjidhjen tek pikpyetja juaj që keni lënë dhe shikoj që keni një ardhmëri të lartë mbas diskutimit dhe mbas pjesës tuaj që ju keni lënë me pikpyetje. E shikoj që keni një engjëll të ri që vjen tek ju. Ky engjëll ka surprizime të larta tek ju. Mund të ketë një takim pune, mund të ketë një takim për biznesin tuaj ose takimi një lloj dashurie tek ju. Sa përket pjesës të femrave, i kanë lidhjet e tyre, i kanë të errta dhe mendojnë që lidhja e tyre nuk është e zgjatur, ka një përfundim të errët, ka një mosplotësim kërkese, ka një diçka që simbolon errësirën tek jeta e tyre, po tek ato shikoj një ndryshim radikal shumë shpejt. Partneri i tyre ose i dashuri i kthen një përgjigje të saktë dhe mund të ketë takime, mund të ketë prezantime tek ajo me një ndryshim fjale dhe me një ndryshim dashurie tek femrat. Çfarë mesazhi do surprizoni dhe si do jetë vazhdimësia tek ju?
mesazhi sa për këtë femrave nuk kanë, domethënë, arritshmërinë në vetvete dhe mendojnë gjithmonë mendimin negativ që unë nuk do kem takime, unë nuk do kem prezenca të reja në jetën time dhe sa për pjesën e femrave mendojnë që kapitulli i tyre është i mbyllur njëkohësisht. E shikoj që mund të ndani pak shqetësimet tuaja me shoqet ose me pjesën e familjarëve, po kjo gjë është sepse ju vjen një lajm shumë shpejt, ju keni një ngritje humori dhe një ngritje balance. Shikoj që ju keni domethënë një udhëtim drejt dashurisë tuaj dhe drejt partnerit tuaj. Ka ndryshim tek marrëdhënia juaj. Unë shikoj që duhet keni pak kujdes, sepse identiteti femër jashtë temës tuaj, jashtë lidhjes tuaj, është diçka që ndërhyn tek lidhja juaj, mundohet që ajo lidhje që është i përcaktuar tek ju, mund të referohet tek ajo, ose më saktë do të bëj privatizim tek vetvetja gjithçka, dhe duhet keni kujdes, prezenca juaj dhe diskutimet e dashuria juaj duhet të jetë pak sekret. E shikoj që për 3 ditë ose për 3 orë ju prisni një lloj telefonate dhe telefonata vjen drejt jush. Ju keni, domethënë, jeni në përparësi dhe po fluturoni, do keni dimensione fluturimi në shumë skaje dhe keni shans tek dora juaj. Takimet e keni shumë të shpejta, partneri juaj ose i dashuri juaj vjen drejt jush dhe do të diskutoni që mund të jeni një familje shumë shpejt, mund të keni një bashkëjetesë shumë të shpejtë. Dhe bashkëtesa mund të jetë në udhëtim, mund të udhëtoni jashtë shtetit ose diku larg nga vendbanimi i tij. Familja e tij çfarë përfundimi jep tek ju. E shikoj familja e tij, domethënë, ka diçka të papëlqyer brenda tij dhe brenda jush, por gjithsesi unë e shikoj që do simbolizohet me fjalë të mira. Ju do krijoni një botë shumë të bukur rreth të dashurisë tuaj ose pjesës të martesa. E shikoj që personi që është në fjalë, partneri juaj bën, domethënë, kthes shumë të shpejtë, radikale, pozitive dhe merr vendim të fuqishëm tek pjesa e marrëdhënies. Dhe dashuria tek ju triumfon, pavarësisht se keni debate pafund, po gjithsesi unë shikoj aprovimi është drejt jush. Pikpyetja që kanë në vetvete si familjarët e tij ose ju vetë hidhet poshtë, ngrihet një pedestal i madh drejt jush dhe çdo gjë përfundon, domethënë, si pjesa më e mirë e energjisë tuaj.